Kina rriti sërish të premten tarifat e saj doganore për importet amerikane në 125%, duke ju kundërpërgjigjur vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të rritur tarifat për mallrat kineze në 145%, duke intensifikuar kështu luftën tregtare mes së dy superfuqive. Vendimi i Pekinit vjen pasi Shtëpia e Bardhë mbajti presionin mbi ekonominë numër 2 në botë dhe ofruesin e dytë më të madh të importeve amerikane, duke e veçuar atë për një rritje shtesë së tarifave, pasi kishte pezulluar shumicën e detyrimeve reciproke të vendosur ndaj 10 vendeve të tjera. Vendosja e tarifave jashtëzakonisht të larta nga SBA-ja ndaj Kinës shkel seriozisht rregullat e tregtisë ndërkombëtare dhe ekonomike, ligjet bazë ekonomike dhe sensin e përbashkët, dhe është një ngacmim dhe detyrim tërësisht i njëanshëm, tha Ministria Kineze e Financave përmes një deklarate. Presidenti kinez Xi Jinping i bëri thirrje Bashkimit Evropian që t'i bashkohet Pekinit për të kundërshtuar bullizmin nga SBA-ja, duke thënë se nuk ka fitues në një luftë tarifash. Pavarësisht kësaj, presidenti amerikan Donald Trump thotë se ai ende shpreson të sigurojë një marrëveshje me Pekinin, duke thënë se ata do të arrijnë diçka që është shumë e mirë për të dy vendet.